Një zjarr ka përfshirë pasditën e së mërkurës kodrën e Kuzumbabas në Vlorë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme në sipërfaqet me shkurre dhe bimësi. Flakët u përhapën me shpejtësi në terrenin kodrinor, duke ngritur shqetësim për shkak të afërsisë me zonat e banuara dhe me teqen e Kuzumbabas, një nga pikat më të njohura historike dhe turistike të qytetit. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vendngjarje mbërritën forcat e shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit të Vlorës. Zjarrfikësit punuan me kushte të vështira, duke izoluar vatrën e zjarrit dhe duke bërë të mundur shuarjen e flakëve, në mënyrë që ato të mos përhapeshin drejt banesave apo objekteve të tjera pranë zonës. Paraditjen e kësaj tenteje, pasojat e zjarrit ishin ende të dukshme, një sipërfaqe e gjerë e kodrës rezultonte e djegur, pothuajse plotësisht, ndërsa në disa pjesë tymi vijonte të dilte nga vatrat e nxehta, duke dëshmuar intensitetin e flakëve që përfshin zonën një ditë më parë. Pamjet nga terreni tregojnë një peizazh të nxirr, ku bimësia është shkatruar pothuajse plotësisht. Përveç dëmit në mjedis, zjarri ka prekur edhe një nga zonat më të frekuentuara të qytetit, e cila vizitohet çdo ditë nga qytetarët dhe turistët për panoramën që ofron mbi gjinin e Vlorës. Kjo nuk është hera e parë që kodra e Kuzumbabas përfshihet nga flakët. Ngjarje të ngjashme janë regjistruar edhe në vitet e kaluara, duke ngritur dyshime se zjarret mund të jenë të qëllimshme. Edhe për rastin e fundit, dyshimet paraprake janë se vatra mund të jetë shkaktuar nga faktor njerëzor, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet dhe për të identifikuar përgjegjësit, ndërkaq u bëhet apel qytetarëve të tregojnë kujdes maksimal gjatë kësaj periudhe me temperaturat e larta dhe të denoncojnë çdo rast të dyshimt, i cili mund të rrezikojë mjedisin. Zjarret në sipërfaqet me bimësi jo vetëm që shkaktojnë dëme të mëdha ekologjike, por rrezikojnë edhe jetën e banorëve, pronat dhe objektet me vlera kulturore, fetare dhe historike.